Rruga e re, Qukës Qaf Ploç, jam Qukës, përballë e merr drejtimin për Qaf Ploç, nëse vazhdon Majtas, shkon në Prenjas, Qafthan, këtu është rruga e re për Qaf Ploç, ka mbaruar në qershor 2025, në fakt ka nisur në 2010-2011, është nga rrugët më të gjata në Shqipëri, 15 vjet për të bërë, është një rrugë që doli jashtë parashikimeve, sepse i kaloi disa qindra miliona euro. Në fillim mendoj që ndoshta 100 milion do shkonte, ka shkuar ndoshta 250-300 milion, po ndoshta them, me ç'mbaj mend nga deklaratat, 15 vjet për të bërë, edhe nuk jam i sigurt që shkurton në gjë të madhe, ndoshta 10-15 minuta shkurtim drejtim të Korçës, ja dhe 20 minuta, por shmang Qafthanën, kështu që kush do të shkoj drejt Kapshticës dhe Korçës, pra nuk do të kthehet në Qafthan dhe në Maqedoni, merr këtë rrugë. Nga ana tjetër, rruga thon, tani po e bëj për herë të parë, thonë që është shumë e bukur, sepse hyn mes për mes Mokrës, kështu që mund të jetë një rrugë që sjell edhe Mokrën brenda, fakpamja, qënka, rreth e rrotull, spektakolare. Por Shqipëria ka plot vende të bukura, dhe kjo del direkt në Qaf Ploç, kjo shmang Qafthanën, Prenjasin, madje dhe qytetin e Pogradecit, del ndaljet Pogradecit në Qaf Ploç, rrugën për Korçë dhe Kapshticë. Shif çfarë mrekullie që është rruga. Kjo në fakt është zona më, ka qenë zona më izoluar e Pogradecit, zona e Mokrës, i pas kam bëmë dhe karburantet pa marru rruga akoma, si që ndodhë gjithmonë. Është më e mirë se rruga tjetër, me thënë drejtën, ka gjerësinë e rrugës që shkon në Qafthan. Problemi është dhe pikpyetja, a duhet sharxhuar qindra miliona euro për të bërë një rrugë me demek më të shkurtër, që me që shoh këtu gjithë devijime është edhe kjo, ndërkohë që mund të ishin hedhur për të zgjeruar rrugën aktuale, këtu që ngemi akoma, që kemi Karkavec. Karkaveci pas ka dhe shkollë të mirë, dhe tani hym, nuk kemi hyrë, Mokra është më afër si të Pogradecit, po thash që kjo rrugë futet për në Mokër dhe mund të sjell një lloj zhvillimi dhe të agroturizmit në këtë zonën e Mokrës. Po zbatojmë të gjitha rregull, fanj, sa fshatra pas ka këtej. Është pjesë tjetër tani. Qaf Ploça është 41 km, Pogradeci 44, Korça 75, Kapshtica 106. Rruga ngjitet në një lartësi shumë madhe dhe pikpyetje është mirëmbajtja e rrugës në momentet që do ketë ngrica. Megjithatë nuk është se ka një ndryshim madh nga Qafthana. Tani me të larguar nga pjesët e banuara, se jemi akoma në pjesë banuara, më kanë thënë që pamja bëhet shumë e bukur. E bukur është që nuk e njeh Google-i dhe më thotë bëj U-turn, tani me Google-in punoj kot, se nuk ka asnjë lidhje. Nuk e di sa ishte nga Qaf Ploç, nga Quksi për në Qaf Ploç nga rruga tjetër, që të shoh sa kilometra është diferenca, por natyrisht që kjo është rrugë që ecet mirë. Këtej kalojnë vetëm makinat që shkojnë drejt Korçës dhe Kapshticës, vështirë që Pogradecit kaloj këtej, e ka më kollaj në anën tjetër, megjithse një alternativë me 2 rrugë është. Çfarë mrekullie që nga pamja shumë e bukur. Problemi është, pikpyetja më e madhe e Shqipërisë është, a mund shpenzohen kaq shumë para për këtë rrugë. Kjo dhe rruga Arbrit kanë qenë 2 surpriza, janë nisur për të bërë me pak lek dhe pastaj kanë dalë në mënyrë të frikshme shpenzimet e tyre. Rruga Arbrit shkoi nga 450 milion, mos gaboj, kjo mund të ketë shkuar rreth 300 milion, 200-300 milion, dhe u deshën 15 vjet për ta bërë. 15 vjet, madje një moment projekti kishte shkuar gabim, sepse ana që vinte nga Qaf Ploça këtej dhe ana që vinte nga Quksi për Qaf Ploç nuk përputheshin me njëra tjetrën. Pra nuk kishin llogaritur nivelet tamam, shif çfarë pamje ka.
shumë e bukur. Korç, Dritaj, fshat Dritaj. Tu bo zbuloj dhe emra fshatra që nuk I kisha njohur më parë. Dritaj, Stravaj. Rruga ka është futur përmes zonave që kam pas shumë pak komunikim. Para ca kohësh kam qenë në zonën e Mirditës dhe Matit, edhe atje kishte fshatra tërë pa rrugë, që janë ndërtuar rrugët mbas pandemisë. Rrugë kështu, se kjo është rrugë normale. Megjithatë nuk është që fiton në gjë, do më thënë ideja që do fitonte shumë nuk fiton në gjë, ndoshta 15 minuta tha shumë, po edhe ato si jam shumë I sigurt, po të ndjekësh hartën më nxjerr në të njëjtën kohë për të arritur, pra në 12:59 do arrija me rrugën tjetër në Pres, në 13:01 me këtë rrugë. Pra po ta shohësh me hartën, me Google Map, nuk kam as një minutë më kollaj. Kështu që nuk di çfarë përfitimi ka, por tash të shohim të ecim. Edhe si lartësi duhet jemi në pak lart, duhet ta shoh çfarë lartësie jemi mbi nivelin e detit. Jemi 470 metra mbi nivelin e detit. Ka 470 metra mbi nivelin e detit. Google I e humbi lidhjen tani. Nuk e kuptoja sa kilometra kemi për të arritur. Pemat është vjesht që janë shumë bukura. Dhe ura e Golikut. Tash kthej hyn në disa nga zonat më të bukura të Mokrës, që kanë qenë gjithmonë zona malore edhe shumë të vështira për tu aksesuar. Goliki sipër Mvëri Korç. Është historia rrugëve në Shqipëri shumë interesante. Filluam ndërtojmë infrastrukturë rrugore kryesisht mbas vitit 2000, mes viteve 2000-2015, pastaj ka një tentativë tjetër për disa ndërtime dhe siç e tuneli Llogaras, rruga që lidh Kasharin me Milotin, por në përgjithësi kjo rrugë nuk besoj se ka pasur në Liverdi, nuk e di a vlente ti 10 miliona, ku jemi këtu ka mundësi të jemi në varret e Selcës apo jo? Jam gabim? Jo, Bujtina, Pelion. Ja ku janë varret e Selcës. Varret monumentale të Selcës, Selcës poshtme. Duhet vazhdosh në këtë rrugë dhe janë shumë afër në fakt. Janë një nga monumentet më të rëndësishme të natyrës, të historisë në Shqipëri. Ndërkohë harta u mjegullua, nuk kuptohet më ku po shkojmë, Google-i nuk tregon më gjë. Është tani të shohim se rruga vazhdon 40 km deri në Qafploç. Po ju lë të shihni pamjet të rrugës, edhe po ju flas prap kur të arrim në Qafploç. Qafploça pastaj merr drejtimin Majtas kthesh për Pogradec, duke vazhduar drejt ose djathtas vazhdon për Korç. Shive dhe fshatrat, sa e bukur është vjeshta në këto zona. Shive ku po hym, shifeni si janë malet përballë. Vetëm rruga është e bërë shumë mirë, domethënë është rrugë që nuk ndjen asnjë tronditje. Çfarë mrekullie. Pamja shumë e bukur, tani doli dhe dielli. Jemi nisur për në Presp, për liçenin e Prespës, për të parë kishat eremite. Shumë nga ju ndoshta si kanë dëgjuar, janë kisha ndërtuara brenda në shkëmbë si zgavra, çfarë pamje e bukur përballë. Tu që nga dhe tokat e punuara. Tu është Selca e poshtme, edhe të varret e monumentale mundu dilka dhe këtej.
çfarë bukurie. Rruga pas ka goxha vepra arti, në fakt, edhe është lartësi të madhe, do ta shohim çik më vonë ku shkon lartësia maksimale. Po në qoftë se unë arri njësoj siç arrija me 620 metra lartësi shkuam, sa shumë fshatra pas ka e çuditshme. Në qafë Ploç, kur të dalim, mund të shohim gurin e Kamjes, që është në maj, kthes me 2 vjarëprime, si duket mali përballë, çfarë bukurie. Pas ka akoma punime në rrugë, nëse duhet jetë mirëmbajtja. E se rruga është e bërë shumë mirë, pavarësisht se shumë e shtrenjtë. Edhe policia rrugore. Tani jemi në dalje, nuk është se ka fituar shumë me çma thot tu diku 10 minuta më shpejt. Rruga ngjithet në 1100 metra lartësi, tani jemi para gurit Kamjes, edhe pak duhet jemi në qafë Ploç, 41 kilometra nga Quksi në qafë Ploç, edhe rruga spektakolare, sidomos tani në vjesht, me ngjyrat pa para, është fundi rrugës dhe nuk e di tani, kam dhe një pikpyetje nëse e shohim liqenin kur dalim apo jo, po kam përshtypjen nuk shihet. Ndërkohë këtu jemi në metrat e fundit, shiheni malin e thatë del përballë. Ja mali i thatë, ja dhe liqeni doli dhe liqeni i Pogradecit. Kështu që kjo ishte rruga Qukës qafë Ploç. Tani të vazhdojmë drejtimin për në Presp. Rruga ishte shumë e bukur, por nuk di nëse gjithë të qindra miliona euro që u hodhën vlenin për të kursyer 15-20 minuta rrugën për në Korçë, 15 tubiles më thot, vetëm 8 minuta më shpejt e bëm nga rruga re, nëse do të ndiqnim rrugën e vjetër, gjithmonë me Google Map. Kështu që tani jemi në fund fare, akoma që ka pak rrumuj me punimet, se rruga ka mbaruar fakt ka muaj, ka rreth 1 muaj, 2 muaj, dhe tani kemi liqenin e Pogradecit. Ja dhe zona e Pogradecit, shish kamion që nga që punojnë, fude mes 2 kamionve. Ja liqeni dhe Pogradeci poshtë. Perl. Fantastike. Nga qafë Ploça